Përshëndetje, përshëndetje gjithëve këtu pastor Skënder Hoti dhe juve, se dhe kemi të nxehtë në realitet të ndomë shumë. Por dëshiroj të përgjigj një pyetje interesante, si gjithmonë pyetjet e ju janë shumë interesante dhe i vlerësojmë shumë, janë shumë të qarta, të thjellta, janë të mira. Edhe çdo pyetje është e mirë, sepse personat që bëjnë pyetje janë të interesuar për të ditur më shumë. Edhe për të njohur, për të pasur njohuri më të mëdha. Kështu që pyetja thotë kështu: rreth prerja, synetia, o ka thotë, a është ndaluar apo e lejuar për besimtarët e Biblës? Pyetje shumë e mirë, pyetje me vend. Pyetje shumë e vend. Në Bibël flitet për dy lloje të rreth prerjes. Bile apostulli Paul e përdor rreth prerjen mesh për me shpjeguar rreth prerjen në zemër masnaj. Kështu që flitet për dy lloje, për ato shpirtërore dhe ato për ato fizike. Dëshoj me fol për ato fizike mas pari, ajo mishi. Tek Luka, kapitulli 2, vargu 21, neve na thuhet shumë qartë që Jezusi u rreth prerje. O bosynet. Dikush mund ta mos e pëlqejë këto, por kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Tek Luka, kapitulli 2, 21, thotë që ai u rreth prerje. O bosynet. Tek Veprat 16:3, thotë Pauli e bën synet Timoteut. Pauli e bën synet Timoteut. Tash, arsyet pse? O kun tradit e beslidhjes abrahamike, Zoti bëri një beslidhje me Abrahamin. Edhe beslidhja ishte që çdo njeri që i takon popullit të Zotit, çdo njeri që është pjesë e popullit të Zotit apo dëshiron të jetë pjesë e popullit të Zotit, duhet të rrethpritet, të bëhet synet. Abrahami u bë synet, e të tjerë u bën synet më vonë. Do të thotë, për me qenë pjesë e popullit të Zotit, ka qenë tradit, që u thirr dikur tradita abrahamike, për më bë synet. Kurse në rastin e Timoteut, Pauli dëshiron me tregu nderim, respekt për vendin ku Timoteu ka pas me shërby. Sepse Timoteu ishte grek. Edhe grekt nuk bëheshin synet. Po Timoteu shërbente edhe në për vende ku ishte populli i Zotit. Edhe për këtë arsye, që mos me qenë një pengesë për Timoteun me shërby, Pauli e boni Timoteun synet. Kështu që a duhet, a ndalohet synetia në mish nga Biblia, apo inkurajohet, në fakt ti mundesh me bësh ka dush. Nëse dëshiron me bëj synet, bëjo. Nëse nuk dëshiron me bëj synet, është punë për ty. Është punë e jotja. E kanë konstatuar që shkenca moderne e ka konstatuar që synetia është edhe pastërti. Kështu që për shkak për pastërtisë, për ta mbajtur veten të pastër, nëse ti dëshiron me bëj synet, bëne. Bëje të lutem. Do të thotë, bëj fëmijët e tu. Ka plot që bojnë synet sot. Biblia e tregon shumë vite ma përpara. Zoti ka pas një arsye pse bëri beslidhje me popullin e tij dhe inkurajoi synetin, do të thotë. Por a të shpëton synetia ose a bosh ti ma shumë besimtar në që se bosh synet, ajo është e kotë. Nëse ti e mendon në atë mënyrë për shkak të fesë, për më bo synet, për shkak se ti e ka bën diçka që i pëlqen Zotit,
Ajo është hajgore, është kot. është kot, është hajgore. E din që i pëlqen Zotit, dëshoj me thonë tash sunetin, llojin e sunetis dytë. E lloji i sunetis dytë që përmendet tek Kolosianëve kapitulli 2. Vargjet 9 deri në 12. Kolosianëve 2. 9 deri në 12. Thot kështu, thot, sepse tek ai banon trupërisht gjithë plotësia hyjnis, dhe ju keni marrë plotësinë në të, sepse ai është në krye të çdo principate pushteti, në të cilin ju edhe u rrethprerët me një rrethprerje që nuk bëhet me dorë, por me rrethprerjen e Krishtit. Me anë të zhveshjes së trupit të mkotit, do me thonë me anë të zhveshjes së trupit nga mkotët e mishit, të varrosur bashkë me to në pagëzim, ju edhe u ringjallët bashkë me to, me anë të besimit në fuqinë e Perëndis, që ka ringjallur prej së vdekurish. Kjo është rrethprerja apo sunetia e zemrës. E rrethprerja sunetia e zemrës është kështu. Ne besojmë se Jezusi qëndron përmbi çdo pushtet, përmbi çdo principat. Ne besojmë që Jezusi erdhi brenda nesh në zemrën tonë dhe e rrethpreu zemrën tonë, duke zhveshur mkotin nga ne, e duke na veshur ne me prezencën e tina, duke na fol nga çdo faj, nga çdo mëkat, dhe duke prej, jo me dorë, po me anë të fuqisë e frymës së Shenjtë, flisësinë e mkotit në zemrën tonë, brenda zemrës tonë. E Jezusi dëshiron sot me bëj synet edhe zemrën tonë. Ai dëshiron që të bëj synet edhe ty. Ai dëshiron me të rrethprej pa pastërtinë e zemrës tonë. Dëshiron me zhvesh mkotin nga ti, me largu, me të pastru me gjakun e ti, me të bëtë barë si bora. Nëse ti beson sot, edhe ja dorëzon sot jetën e Jezusit, ai do ta bëj për ty këtë. Ai do ta bëj një syneti që s'është përjetu asnjëherë në jetën tonë, e cila është ajo, do ta dërgoj frymën e Shenjtë në ty, edhe fryma e Zotit dhe zjarri i Zotit do të pastrojë ty. Por ti duhet të pendohesh, të praktikësh fjalët, të praktikësh mëkatet tua, të praktikësh gjërat e këqija, edhe të thuash, unë besoj me gojën tonë, të deklarosh me gojën tonë, të thuash, unë besoj që Jezusi o ringjall nga të vdekurit. Dhe me anë të fuqisë së ringjalljes, ti do të shpëtohesh. Ti do të shpëtohesh, sepse ai që ka ringjallë Jezusin prej së vdekurit, do të ringjallë edhe ty. Do të jap jetën e re. Bekoft Zoti shumë.